Një këngë shumë me një tematik të ndjeshme. Çka me ju thonë fëmijëve? Po, çka me ju thonë fëmijëve ka rrjedh shumë, është një këngë shumë e veçantë, Resul, ku flet për një çift të ndarë, që në këtë rast unë jam ai personazhi, edhe që gruaja e dashura vendos që me ikë me diken tjetër, edhe fëmijët me qëndru me burrin, pa paralajmërim me ikë, do me thonë. Kështu që ka rrjedh bazuar në ngjarje të vërtet, me thonë drejtën, ku më qëllu me një tavolinë të tillë, me një grup shoqëror, edhe tregoj Kenjoni historien e vllaut vet, ma ka dhënë një klik edhe një inspirim jashtëzakonisht fuqishëm, se si, do me thonë, i ka ikë gruaja vet me diken tjetër ka fillu jetën, tu mos e pas parasysh peshën e fëmijëve, peshën e familjes. Kështu që flet për divorcet, nuk do me thonë që me doj mos me qenë viktim, vetëm gruaja në këtë rast, vetëm femra, ka që mund me qenë edhe një burr i sinqert, një burr shumë i ndershëm, edhe që e don deri në palc diken, po me qenë i tradhtuar. Kështu që në këtë rast është dhe çka më ju thonë fëmijëve? Po, kjo është, po besoj që pesha edhe bara ma e rëndë e pranimit të ndarjes, për shkak se në relacion të pjekun dy persona qift mundën shumë let me arrit deri te përfundimi që, okej, pindojmë rrugë tona, po bara ma e madhe, pesha ma e madhe është si me ja u thonë fëmijëve, edhe si me pas atë mos lëndimin shumë të madh që me i lëndu ata, edhe që me ja urxu mitin e prishjes së konceptit të familjes. Do me thonë me rënua të shtëpi. Faleminderit shumë. Para se mundo, po besoj që është shumë mirë. Dhe një këngë tjetër ke ndryshu.